Abelar Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës, mirë se erdhe kënaqësimet po në studio. Faleminderit për ftesën e bi. E treta e vërteta apo gjysmë e vërteta sot? Seanca konstituive, e pamë që ndodhe gjatë ditës së sotme, u votu raporti i komisionit, verifikimi e mandateve dhe betimi i deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Gjysmë e vërteta e treta, që ndodhe sot Kuvend? Në fakt, si Partia Demokratike e Kosovës, por këtu kemi qenë linjë edhe me dy parti tjera në këtë rast, edhe me Lidhjen Demokratike dhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Ne nuk kemi pas për asnjë moment asnjë qëllim për ta bloku në këtë rast qysh në fillim komisionin për verifikimin e mandateve dhe mos të vihet deri te betimi. Ne çka ka qenë e rëndësishme për neve është që ta dëshmojnë këtë rast dhe që ta deklarojnë edhe në komisionin pra përkatës për verifikim të mandateve, i cili edhe përgatiti raportit që pastaj u votua në Kuvend, që secili prej ministrave, duke përfshirë nga kryeministri dhe zëvendës kryeministrit që janë deputet, kanë dhënë dorëheqje veç e veç, sepse ju e dini që këta gjithmonë e kanë prezantuar një farë lloj dorëheqje kolektive, domethënë një farë lloj që ka qenë një njoftim për një lloj dorëheqje që ne jemi të dorëhequr. Dhe realisht ajo çka është e rëndësishme që sot ne e kemi vendosur në proces verbal ku të gjithë anëtarët e qeverisë të cilët betohen si deputet të Kuvendit të Kosovës kanë dhënë dorëheqje veç e veç dhe kjo ka qenë normalisht e rëndësishme për neve, sepse nëse nesër këta persona sot në këtë rast kryeministri, ministrat, në fjalë anëtarët e qeverisë do të kthehen në zyret e tyre dhe do të marrin vendime, tani tutje mendoj që është bazë e mjaftueshme për të proceduar me kallëzime penale në Prokurorinë e Republikës së Kosovës që personat e paautorizuar, të cilët e kanë përfunduar mandatin e tyre, qoftë si ministra, zëvendës kryeministra apo kryeministër, kthehen në zyret ku kanë shërbyer më herët dhe në mënyrë të jashtëligjshme e ushtrojnë atë profesion dhe dëmtojnë në këtë rast buxhetin e Republikës së Kosovës, qofshin përmes vendimeve që kanë implikime financiare apo çështjet e tjera. Dhe një gjë e tillë u arret është cekur sot që të gjithë kanë dhënë dorëheqje veç e veç dhe tani tutje ju mbetet edhe institucioneve të Republikës së Kosovës ligjzbatuese në mënyrë që secili prej tyre që do ta kesh përdor institucionin në fjalë, atëherë të mirën masa ndaj tyre për keqpërdorim të këtyre pozitave. Ju e dini që kjo ngjarje ka ardhur si rezultat i miratimit të një ligji ku ne si partinë që në atë kohë kemi qenë në opozitë, sot s'po them që jemi në opozitë, sepse nuk janë formuar ende institucionet dhe ne pretendojmë ta formojmë qeverinë e re të Republikës së Kosovës të udhëhequr nga Bedri Hamza. Mirë po në atë kohë kemi qenë kundër këtij ligji për faktin që kemi thënë në vazhdimsi që është ligj në kundërshtim me kushtetutën. Dhe është një ligj i cili realisht nuk ka kuptim politik me vepru kështu siç e kanë sjell këta, sepse ato mos të parafrazoj gabim nenin 26 apo 27, po ato është e qartë, edhe ministrat në detyrë, po nëse merr edhe konsulton edhe fjalorin e gjuhës shqipe, ministri në detyrë është ministri i cili e ka përfunduar mandatin e tij, dhe tani është në detyrë kujdestar derisa të dorëzoj të ministri që e merr detyrën pra në ministrinë e fjalë. Nuk po flasun për ministrin në detyrë fuqi plot ashtu siç janë pra prej votimit të Kuvend deri në përfundim mandatit apo deri në dorëheqje. Pra kjo është më së qartë dhe tani tutje në rast se tani mas betimit, siç është në këtë rast që u përfundoi sot, është dhënë betimi nga 120 deputet të Kuvendit të Kosovës. Në rast se do të ndodhë një gjë e tillë, atëherë mendoj që ka bazë të mjaftueshme që të ndjekim penalisht për dëmtim qoftë buxhetit të Kosovës, qoftë për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Dhe këtë pas insistimeve tona që kemi qenë në qendrim të njëjtë si tri parti politike, PDK, LDK dhe AK, është pranuar dhe ne s'kemi pas asgjë kundër që ky moment të zhbllokohet dhe pastaj të shkojmë. Ndërsa sa i përket aty në deklarimeve që i kemi dëgjuar është e habitshme, qysh njerëz të cilët kanë marrë nuk kanë ndryshuar asgjë zoti Tahiri, tha Dimal Basha dhe Ilir Kërçeli në një konferencë për media sot në Kuvendin e Kosovës, thanë se nuk kanë ndryshuar asgjë nga data 15 prill, që nënkuptonte se nuk ka dorëheqje të reja të kryeministrit dhe ministra. Evidentua vetëm dorëheqja në raportin e komisionit apo ku dhan dorëheqje Albin Kurti dhe ministra? Që është dallimi. Në herë na kalume, na kanë njoftuar me një lloj njoftimi, siç e keni po, që në këtë rast anëtarëve të qeverisë ju ka përfunduar mandati.
Realisht ata janë në detyrë dhe nuk ka nevojë me dhënë ndërheqje. Një njoftim që kanë bërë edhe para certifikimit të rezultateve. Ndërsa sot e thanë që secili individualisht për tyre kanë dhënë ndërheqje. Por neve nuk është e jonja me i verifiku këto edhe me shku me këshyr me lyp në sekretari se çka ka ndodhur. Jonja është më u Kush e tha këto që kanë dhënë ndërheqje? Në anëtarët e komisionit që kanë përfaqësues të lëvizjes vendosi. Dhe për neve është e rëndësishme më u evidentu proces verbale, nëse kanë gëny, atë normalisht që ka masa të cilët merren edhe për atyre që kanë gëny që s'kan ndodhur një gjë e tillë. Po unë prapa tham, në momentin që e dhanë betimin, ata tani tutje nuk mund ta ushtrojnë asnjë prej pozitave të tyre ku kanë qenë, as ministrat, as zëvendës kryeministrat, as në këtë rast kryeministri. Kjo është më së e qartë. Dëgjoj, këta vërtet edhe janë shumë të padijshëm. Për shembull me dëgju ministrin e drejtësisë kur të thotë ish ministrin e drejtësisë kur të thotë për shembull që mandatet i kanë humb ata të cilët kanë votuar kundër raportit, edhe du të mu zavendësu, ata që pas kanë votuar kundër, ata pimoj kanë raportit. A i bjen kjo që kur të votojna për shpërndarjen e kuvendit me 2/3, që është minimumi 80 veta, kur ata 80 deputet vendosin me shpërndar kuvendin, a i bjen këto që ata 40 tjerë që se votojnë këtë raport atyne nuk i përfundon mandati e këtyne 80 depoa. Pra qysh vendimi, pavarësisht atë pëlqen as të pëlqen, vendimi merret me shumicë votash. Nuk respektohet ligji prej atij që ka votuar për e nuk respektohet prej atij që ka votuar kundër. Po kjo s'ka logjik. Çka thëshin ata është, domethënë po imagjino nivelin e tillë që kemi edhe në kuvendin e Kosovës, në çfarë interpretimi zhvin, në çfarë interpretimi është situata zhvin është përbesë është për keqardhje. Dhe sot në këto momente kur po flasim, Albin Kurti është deputet dhe të gjithë ministrat që kanë qenë janë deputet. Kanë drejt të shfrytëzojnë veturat, kanë drejt të qëndrojnë në objektin e qeverisë dhe në ministri, por nuk kanë drejt të marrin asnjë vendim. Asnjë objektin s'kan drejt ta bëjnë. Me çka ka shku sot Albin Kurti në shtëpi pas përfundimit të seancës? Po nuk është e jamja me monitoru me çka shkon në shtëpi, as ministrat, as kryeministri, është çështje e tyre. Pra ata, kjo është e qartë, në momentin që jep betimin, nga i momenti e humb mundësinë e ushtrimit të pozitës që ke pas më herët, qoftë ministër, qoftë zëvendës kryeministër, qoftë kryeministër. Pra është çështje e përcaktuar qartë në ligjet e Republikës së Kosovës. Çka në këtë rast, le të themi, sikur të kish kaluar Albulena Axhiu. Sot, po e morën si rast. Kryetare kuvendit. Ajo është deputete dhe secili prej 120 deputetëve ka të drejtë me u kandidua dhe me u zgjedh kryetari i kuvendit. Nëse zonja Axhiu do të zgjidhej kryetari i kuvendit, a do të menajt me qitë logjikën e sajna dhe detyre, ajo do të menajt edhe ushtrues detyre e ministres së drejtësisë. Pra, mundet menajt kryetari i kuvendit me konë edhe ushtrues detyre i ministrit drejtësisë. Nëse s'ka logjik. Po mirë, pra, e qysh pas ka logjik, pra, me majt pozicionin e deputetit, sepse kryetari i kuvendit je një deputet në mesin e 120 deputetëve që thjesht i udhëheq seancat. Pra, nuk është kryetari i kuvendit, nuk është përgjithësi me kompetenca ekzekutive. Çka dallon kryetari i kuvendit prej një deputeti tjetër janë veç disa privilegje. Ka disa këshilltar më shumë, ka vetura, ka zyre më të mira, ka meditje më shumë, që kjo dallon në përgjithësinë e ushtrimit të funksionit të deputetit, kur gjë nuk dallon. Pra, absolutisht i udhëheq seancat dhe në mungesë tina e ka një zavendës nga një parti politike. Pra, nuk ka përgjithësi ekzekutive më të mëdha se sa unë si deputet apo një deputet tjetër. E qysh po i ka kryetari i kuvendit me met edhe apo në kryetaria kuvendit me met edhe ushtrues detyre e një ministrie të caktuar. Po të s'ka logjik. Është një arsye zoti Tahiri që jo, po me si PDK, LDK dhe AK u friksuat nga zgjedhjet e reja siç thanë deputet që kanë fituar shumicën në zgjedhjet e nënshkurtit. A frigohet PDK me shku në zgjedhjet e reja? Dëgjoj, PDK në radhë parë është në këtë legislaturën e re, legislaturën e 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës për të ndërtu institucionet dhe për ta qeverisë vendin, për ta bë vendin më mirë, për ta bë Kosovën më mirë. Pra, na a priori nuk kemi ardhur këtu me të hajde po shkojmë zgjedhjet e reja. Sepse kjo është, unë jam mëse i bindur që asnjë prej qytetarëve të Republikës së Kosovës nuk dëshiron që ende pa u formu institucione me shku vendin zgjedhje. Po çfarë kuptimi ka? Çfarë logjike ka? Prandaj sot me ti përmend zgjedhjet, partia që i ka fituar zgjedhjet, kjo përbesë është çesharake. Dhe kjo tregon qartë pozicionin e tyre vis-a-vis institucioneve që do të ndërtohen në të ardhmen, që duke qartë që ata nuk do të mujnë mi ndërtu.
Pra na nuk jemi këtu me marrë barën dhe përgjegjësinë me çu vendin në zgjedhje. Pra sepse ajo është një dëm i madh që mund t'i bëhet vendit dhe në këtë rast është në kundërshtim të plotë me interesat të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Afër 1 milion njerëz, mbi 900.000 njerëz kanë votuar në zgjedhjet e fundit, në shkurtit. Domethënë, dhe thjesht për shkak të arrogancës të politike ju thojna, ngamni, s'pi bojmë po dalim më njëherë. Zgjedhje. Me ne është e pakuptim. Na jemi të thirrur për me i formu institucionet. Dhe ne angazhimin ton kemi me pas jashtëzakonisht madh, me dha vendit një qeveri të re, një qeveri e cila i përmbush pritjet e qytetarëve, një qeveri e cila krijon mirëqenie për gjithë qytetarët, pa dallim pozicionit politik tyne pse kanë votu në të kaluarën, sepse nuk duhet veprojmë sikur këta që kanë vepruar qoftë ndarjet buxhetore në përshtytje. Ju e dini që për shembull 51% e qytetit ka shkuar në 4 komuna ku këta i kanë fituar zgjedhjet lokale. Ne nuk jemi kundër asnjëres komunë, as ato që dhësh VV-ja, as PDK-ja, as LDK-ja. Mirë, po duhet trajtuar të barabartë edhe në bazë të statistikave të fundit, në bazë për kokë banori, edhe buxhetet duhet dallen në forma të tilla. Prishtina qyteti me numrin më të madh banorëve, është kryeqytet dhe normalisht duhet më u dallu. Pastaj e ki Prizrenin, pastaj e ki Ferizajin, edhe joti me ndani komunë më të vogël, buxhet më shumë se qyteti i dytë në Kosovë që Prizreni apo tretit, vetëm pse udhëheqet nga një parti politike. Këtu po duam të dalë, që dallojmë shumë si mendësi politike me këtë parti politike. Dallojmë jashtëzakonisht shumë. Sot debat për zgjedhje nuk duhet me pas. Në asnjë rrethon nuk i frikgohemi zgjedhjeve. Ne kemi treguar më herët, ne kemi qenë të gatshëm që edhe para përfundimit të mandatit në vitin 2024 pra në pranverë të shkojmë zgjedhje. Mirë po, jo të gjithë kanë qenë të gatshëm këtë rast, as lëvizjave dhe dosje nuk ka qenë shumë e gatshme. Edhe kemi shkuar në zgjedhje të rregullta. Edhe sot, t'ja u përmendim qytetarëve zgjedhjet. Me ne është një arrogancë e padrushme. Sepse ata nuk na kanë votu. Pra, një numër kaq i madh i qytetarëve. 900.000 qytetarë me dalë me i votu Kuvendin e Kosovës, deputet që të dy përfaqësojnë Kuvendin e Kosovës dhe halo pa e dhon betimin, me dalë me thonë zgjedhje, atë kjo përbesë është koqa shesharake. E kemi thënë Afriksoni, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Krasniqi e ka theksuar qartë në disa preskonferenca. Në asnjë rrethon zgjedhjeve nuk i friksoni, sepse kemi dalë kemi qenë të bindur që kemi me shënuar një rezultat të mirë dhe do ta shënojmë edhe më të mirë në rast se do të vijë puna. Mirë po, nuk është se kemi dëshirën. Dëshirën e kemi me ndërtu institucionet ashtu siç kanë votuar qytetarët e vendit tonë dhe me qeverisë vendin deri në fund të këtij mandati. Zoti Tahiri, pas betimit, një pikë tjetër e rëndit ditës sot, janë përmendur 3-4 emra për kryetar të kuvendit, për shembull Fatmir Limaj, Donika Gërvalla, Albulena Xhiu, Mimoza Kusari. Në dy tentimet, lëvizja vetëvendosje dështoi ta zgjedh kryetarin e kuvendit, siç ishte Albulena Xhiu. Fillimisht ai ishte emër ky befasi për PDK-n, pritet ndonjë emër tjetër, dhe pse së parasysh nuk kaloi sot kjo pikë e rëndit ditës në kuvend. Para se me dalte emri dhe pse s'kaloi, mendoj që ajo që është e rëndësishme të theksohet, është që sot kuvendi i Kosovës dëshmoi që këtu shumicë të re parlamentare nuk ka. Pra edhe sa mu janë bërë prej në shkurtit kur kanë përfunduar zgjedhjet dhe në fund marsit e patëm certifikimin, sot është data 19 prill dhe ende sot e tutje partia e parë, në këtë rast partia fituese e zgjedhjeve që ka dalë lëvizja vetëvendosje, nuk ka arrit me pas shumicën parlamentare që do t'i zgjedh institucionet, qoftë organet e kuvendit apo qeverinë e Republikës së Kosovës. Dhe ajo që duhet me theksu, që është e rëndësishme me ditë gjithë qytetarët, një pjesë e madhe di, po dhe një pjesë që u rikujtojmë. Kur në asnjëherë në historinë e re të Republikës tonë parlamentare nuk ka ndodhur që kuvendi me zgjedh një kryetar të kuvendit nga një pakicë parlamentare. Gjithmonë shumica parlamentare e ka propozuar kryetarin e kuvendit dhe e ka zgjedhur. Në rast shumicë parlamentare është kur i ki mbi 61 vota, a 61 votë e me tutje. Prandaj deri sot nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Ka pas tentime në të kaluar. Shumë i kujtohet, është tentuar disa herë me u zgjedh për shembull kryetari i kuvendit, edhe në 2014 një emër tjetër që nuk kemi arritur këtë rast nga Partia Demokratike e Kosovës, s'ka arritur me marrë shumicën e mjaftueshme, edhe sepse s'kemi pas shumicë parlamentare. Kur është bërë shumica parlamentare, është propozuar Kadri Veseli dhe është zgjedh në fund të rizgjedh, pak në fund të vitit 2000 kjo ka qenë rizgjedhja në fund të vitit 2017, ndërsa zgjedhja për herë të parë zoti Veseli ka qenë në fund të vitit 2014. Pra, edhe sot
sikur kishte shumicë parlamentare që do të ndërtonte institucionet e reja nga partia fituese, atëherë kjo nuk do të ishte problem. Zona në fjalë që është propozuar për kryetarët e kuvendit, e që po pretendon Mehmet, edhe ushtrues detyre e ministrës, edhe kryetare e kuvendit, edhe do të zgjidhej. Mirë po jo që ende janë larg atij pozicioni dhe sot lëvizja dhe vendosja nuk po arrin pra me pas shumicën parlamentare që i zgjedh që pas kryetarit të kuvendit do ta propozonte edhe qeverinë. 2 herë 57 numra, që i bie minus një vot e Duda Balës dhe 2 herë Fatmir Limaj abstenoi me atë vota sa i ka në kuvendin e Kosovës. Ta thash edhe më herët, Fatmir Limaj është përfolë se mund të jetë kandidat. Është kjo një farë skenari që partia që ka dalë fituese nuk i ka ende numra 61 dhe po marrin kohë dhe prapu caktuar një seancë në orën 15 për të hënë. Dëgjoj, nuk du me komentu se a është skenar, as është skenar. Faktën nuk më takon mu. Unë nuk i përkas asoj partia, as ati kompi politik, as njërën prej partive që të pretendojnë me hinë këtë koalicion qeveritar që bu mundohen më ndërtu. As nismës, as lëvizjes dhe vendosje, as partive tjera. Prandaj, unë i përkas grupit parlamentar Partisë Demokratike që kemi një qëndrim të qartë. Ne në asë në rrethon, as nuk do të bëhemi pengesë, sepse nuk është në rolin tonë të bëhemi pengesë e konstituimit kuvendit, po në anën tjetër, as nuk marrim pjesë në votim, sepse nuk jemi pjesë e një shumicë parlamentare të cilën e kemi ndërtuar vetë ne si Parti Demokratike e Kosovës. Ne pretendojmë ta ndërtojmë një shumicë parlamentare, që ajo shumicë parlamentare t'ja propozoj kuvendit të Republikës Kosovës një qeveri të re të drejtuar nga zoti Bedri Hamza. Ne kemi kërku votën në zgjedhjet e vitit të kalu, në zgjedhjet e këtij viti, të nënshkurtit, ne kemi kërku votën për Bedri Hamzën. Ne kemi kërku votën për ta bërë Kosovën më mirë. Dhe ne gjatë kësaj periudhe do dalim te kjo pjesë, zoti Tajibi, pak më po. Ne kemi kërku votën që ta bëjmë Kosovën më mirë, ashtu siç e kemi prezantuar edhe programin tonë. Pra sot ne në asnjë rrethon nuk shoh mundësi që Partia Demokratike më u bë pjesë një skenari tjetër ku zgjedhet në kryetari i kuvendit, e që ne në këtë rast jemi pjesë e asoj shumice parlamentare, atyre numrave, edhe thjesht për ta zgjedhur këtë situatë, sepse nuk është në dorën tonë. Nuk mund dalim për te asaj çka kemi kërkuar besimin shtetëror dhe do të qëndrojmë, sepse edhe sot jemi betuar si deputet të kuvendit të Republikës Kosovës dhe duhet qëndrojmë pikërisht në pozicionet tona politike për ta bërë Kosovën më mirë. Kushdo, do të thotë, është qëndrimi i qartë i PDK-s, kushdo që propozohet nga partia që ka fituar zgjedhjet, nuk ka vot për atë kandidat. Mirë, ç'a ndodh të hënën zoti Tahiri në seancën tjetër të hënës në orën 15. Albolena Agjiu deklaroi pas seancës sotme se do të jetë sërish emri vetëm i partisë Lëvizja Vetëvendosë si kandidate për kryetaret e kuvendit. Ç'a pritet ndodh sipas Abelar Tahirit në seancën e së hënës? Po kjo varet shumë nga në këtë rast nga partia që ka dalë fituese këtyre zgjedhjeve, sa do të arrijë deri ditën e hënë me pas shumicën parlamentare apo jo, a do të arrijë të ketë 61 deputet. Kjo nuk është në dorën tonë. Edhe ne do të veprojmë njëjtë siç kemi vepruar sot në 2 rastet kur është votuar kandidatja për kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës. Prandaj nuk është në dorën tonë, sepse ne nuk jemi duke synuar tani ta bëjmë një shumicë parlamentare që ta zgjedhim kryetarin e kuvendit. Sepse është e qartë që vjen propozim nga partia që del si grup, nga grupi më i madh parlamentar që certifikohet nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Këto janë çështje të qarta për neve dhe ne asnjë rrethon nuk duam të bëjmë veprime që janë në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po ajo çfarë pritet ndodh është në rast se këta, pra kjo parti arrin në pas shumicën me partnerët e koalicionit që pretendojmë pas këtë rast edhe me parti që i përmendet ju më herët, atëherë normalisht nëse në 61 deputet do ta kalojnë, do ta zgjedhin këtë çështje dhe do ta kemi kryetarin e ret kuvendit. Mirë, unë jam shumë skeptik, duke pa situatën brenda, duke pa atmosferën brenda, me syra atë që e shohim tash 3 seanca që mbaj, unë jam shumë skeptik që kryeministri Kurti do të arrijë të ketë shumicë parlamentare që ta zgjat kryetarin e kuvendit dhe më pastaj qeverinë e Republikës së Kosovës. A mund të përsëritet të hënën zoti Tahiri sikur sot që ndodhe shtunja, domethënë të shkonin në seancë të kuvendit, kryesuesi të propozoi ose partia në pushtet të propozoi emrin e Albolera Agjiut, votohet 2 herë ose 3 janë numra dhe të përfundoi seanca të thirrët mërkurën.
Një skenari njëjtë sikur sot, te pika 3 kon fjalën. Po nëse Hidhe 2 janë votim ose 3 janë votim dhe nuk janë numra dhe vazhdon seanca të mërkurë. Nëse bazohem në atë çka kam pa. Se ju po thoni që si janë numrat jeni skeptik se do ndodhë diçka të hënë. Sakt, nëse bazohem në atë çka kam pa në këtë periudhën e fundit në kuvendin e Kosovës, mes këtyre partnerëve të mëshëm të koalicionit që po mundohen ta bëjnë shumicën, unë jam i bindur që edhe të hënën do ta kemi skenarin e njëjtë. Jam i bindur që edhe të hënën, pra këta do të vinë, do ta bëjnë propozimin e tyre me 1 ose 2 tentime dhe pastaj prapë do të mbyllet seanca. Pra nuk ka gatishmëri në asnjë rrethon që të votohet një person i tillë, sidomos nga këto 3 parti tjera. Unë kam dëgjuar raste edhe para se më ardhur në studio që ka pas emra të cilat janë përmend nga deputetët e tjerë që në rast se do ishte ky person, në rast se do ishte ai person, do ta votonin. Mirë po. Ramush Haradinaj e tha në rast se është Shqipe Selimi apo Saranda Bugojevci, atëherë votat e aleancës do të jenë për. Dhe në rast se lëvizjave të vendosje ndryshon emrin e kandidatit, atëherë në seancën e hënës mund të kemi edhe konstruimin e kryetarit kuvendit dhe nën kryetarëve. Vendosja një kandidati që është mjaft polarizuese, që ka qenë shumë polarizuese gjatë këtij mandati që shkoi, domethënë mendoj që në radhë parë normalisht nëse partia në fjalë do të kërkonte një konsenzus ka gjitha partitë politike që ti votoj, nuk do duhet me u vendos, sepse figurat polarizuese janë ata që ndajnë dhe nuk bashkojnë njerëz. Dhe normalisht logjika nëse ju kërkon deputetëve të tjerë që ti thrasin pak asoj logjikës dhe mos ta bllokojnë vendin siç e bën sot. Në rast normalisht edhe figurat do të jenë njerëz të cilët nuk janë polarizues. Figurë nuk janë njerëz të cilat i ndojnë njerëz, nuk janë njerëz të cilët i bashkojnë, janë njerëz të cilët pavarësisht që vijnë nga kompe të ndryshme politike, e kanë një lloj vetie që nuk i ndojnë njerëzit, por përkundrazi i bashkojnë dhe i ofrojnë në qëndrime të përbashkëta. Ndërsa një personën e fjalë sot e ke vendosur sikur më ju thon, sikur më dashur edhe me çuni mesazh që mos me votu, sepse është mjaft polarizuese. S'po them që nuk janë polarizuese, ndoshta pozicionet politike çfarë kemi marrë nganjëherë ta imponon që ti më qenë figurë polarizuese për shkak të pozicionit tën politik, për shkak të përfaqësimit të partisë në raste të caktuara, edhe mirë po në raste të tilla gjithmonë edhe nëse e ke vullnetin për me i kërku njerëzve me deputetëve të kuvendit të Kosovës me votu një figurë tillë, do duhet që me pas një figurë më përbashkuese dhe jo një figurë që i ndon njerëz. Hipotetikisht zoti Tahiri, skenari i njëjtë të hënën. Veç s'du më kesh kuptu. Në asnjë rrethon Partia Demokratike nuk e ndryshon qëndrimin e saj. Pra ne pavarësisht se kush do vijë, ne do të votojmë njëjtë, ne do të qëndrojmë njëjtë ashtu siç kemi qëndruar. As nuk do të bëhemi pengesë, mirë po as nuk do të bëhemi pjesë e një skenari që është i përgatitur nga dikush tjetër dhe nga e para deri te fundit nuk pajtohemi me këtë çështje të tyre. Hipotetikisht nëse të hënën nuk ka rezultat, skenari i njëjtë sikur i shtunës, të mërkurën, të premten, a mund zgjas kjo pafundësisht dhe cili është roli i Partisë Demokratike të Kosovës? Çfarë do të bëni si partia 2 që keni dalë në zgjedhjet e nënshkurtit? Nuk është normalisht që ne nuk është sot që ta jap fjalën time të fundit se si do të veprojmë nëse 3 javë radhës këta dështojnë ta zgjedhin kryetarin e kuvendit dhe unë tregoj sot se çka kemi bërë mas 3 javëni. Sepse është edhe jo etike dhe jo e përgjithshme pionës time edhe për shkak kolegëve të mi deputet, edhe për shkak kryesisë Partisë Demokratike dhe kryetarit Partisë Demokratike. Mirë po këtë nuk është që ne nuk e kemi diskutuar dhe që do të ndërmarrim hapa caktuar pas një periudhe, sepse ne thjesht nuk mund të rrinim dyar kryq, vetëm të shohim. Ne do të ndërmarrim veprime, mirë po sot është ende herët të flasim se çfarë veprimesh do të marrim në rast se këta dhe mbas 3 javë sa arrin me zgjedh kryetarin e kuvendit, nëse edhe pas 4 javë sa arrin me zgjedh, apo pas 1 javë. Ne do të shohim. Tashmë kuvendi deputetë kanë dhënë betimin dhe jemi në fazën e konstituimit të kuvendit Kosovës me organet e saj, me kryetarin e kuvendit dhe me anëtarët e kryesisë. Pastaj me themelimin. Grupet parlamentare dalin ashtu siç janë prej KSZ-s, me ndryshime që kemi në rastin e AKS, që tashmë duket që s'është një grup parlamentar që ka garë në zgjedhje, dhe ne normalisht që në momentin e duhun që sot s'është do të flasim se cili do të jetë veprimi jon. A do të kemi një kërkesë caktuar për mazharancën, në fakt mazharancë nuk kemi, po për partinë e parë,
dhe cili do të jetë qëndrimi ynë i përbashkët si parti që deri dje ishim në pozitë në raport me formimin e qeverisë së Republikës së Kosovës. Nëse se kemi në qëllim final, sepse po e bëjmë këtë veprim, pra cili do të jetë qëllimi final? Qëllimi final është votimi kryeministrit dhe ministra tashëm. Nëse se kemi një qëllim të tillë, atëherë çka është problemi? Thjesht me cila është poenta? Me zgjedhje kryetare në kuvendit dhe me hin bllokadën e reja? Jo, më ne që kjo duhet më po si një angazhim më i gjatë. Kurse se s'po tha me lëvizjeve të dosje, sepse nuk shoh mundësi bashkëpunimit me ta, në asnjë rrethon, dallojmë, jemi dy kompe të ndryshme, me mendësi të ndryshme politike, dallojmë jashtëzakonisht shumë mënyrën se si i shohim gjërat, nuk shoh pas çfarë mi bë dallimet kaq të mëdha, mirë po i kemi, sepse na nuk mujmë leju për shkakun që po him vitin e dytë në qershor, në fund të qershorit bën fiks 2 vite që janë sanksione. Po një gjë e tillë është e patolerueshme, është bllokuar agjenda jonë evropiane. Po shikoj Shqipërinë me çfarë hapash ka ecë. Shikoj Malin e Zi me çfarë hapash ka ecë. Maqedonia është duke bërë progres. Janë dy vende që janë këtu kanë bllokë totale. Është Republika jonë dhe fqinjë jonë veriuar në këtë rast Republika Serbisë, e cila ka stagnuar pra me një qeverisje autokrate, me një qeverisje e cila më së paku vjen në era demokraci, dhe janë këto dy vende të cilat kanë ngjecur jashtëzakonisht shumë dhe kanë telashe të mëdha me procesin e integrimit. Nuk mundemi me i dhonë Kosovës asgjë. Pra një qeveri, le të themi hipotetikisht PDKVV, do të ishte me i kënaqë egot e njerëzve, atyre që bën ministra, e që marrin përgjegjësi, po jo me pas agjendë zhvillimore për vendin. Sepse këta kur nuk e kanë problem me nejt 2 vjet në sankcione, po dhe katër nuk e kanë problem me nejt. Nuk e kanë problem këta me nejt. Prandaj na nuk mundem mja dhonë vendit në asnjë rrethon një njeri që le të themi në rast të caktuar në listë zezë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe më i dhon pozicion politik. Nuk bëhet, sepse nuk mund mi dëmtu raportet për hir të njerëzve dhe dëshirave të njerëzve, nuk mundemi me i dëmtu raportet me aleatin tonë strategjik Shtetet Bashkuar të Amerikës. Prej që kemi që tash 2 vjet e gjysmë që jemi në një krizë të raporteve mes neve dhe SBA-ve, sa njohje na kanë ardhur gjatë mandatit të kësaj qeverie. Deri në përfundim mandatit asnjë njohje. Pas përfundimit mandatit patëm një angazhim të zotit Pacolli ku e sjollin një njohje dhe patëm angazhimin e qeverisë turke në këtë rast që ndihmoi me njohjen e Kenia dhe Sudani. Po. Dhe prandaj po duam të thonë që në raport me këtë parti politike, me këtë kamp politik, në mënyrën se si është ndërtuar, në mënyrën si jemi ndërtuar ne, dallojmë jashtëzakonisht shumë. Por nuk është qeveritë janë ato të cilët duhet të sillin agjenda zhvillimore vendit, të krijojnë mirëqenie, e jo ta mojnë vendin me skema sociale, pra dallimet i kemi të mëdha. Dhe në një situatë tjetër, zoti Tahiri, hipotetikisht po them, në rast se mund të ketë një koalicion VVPDK dhe lëvizja vetëmendore të heq dorë nga pozita kryeministrit, a mund të ketë një koalicion të tillë, i cili mund të garantonte një qeverisje 4 vjeçare dhe do të shmangte zgjedhjet e reja në mars të vitit 2026 kur pritet të zgjedhet presidenti apo presidenti i ri i vendit. Para se me vendos të ardha e pozicionit në të rast të kryeministri, është rëndësishme të agjenda jonë që ka mendojmë shty për 1 vit, 2 vite, 3 vite dhe 4 vite. Që mendoj që Partia Demokratike i ka sistemuara jashtëzakonisht mirë si program në programin e saj politik, që është rëndësishme arrim me bë një gjatë tilla jo. Për shembull që na kemi dallime të mëdha me ta. Le themi të energjia. Ne mendojmë që në këtë rast projekti i baterive duhet më u kthyer më u rinegociu me qeverinë e re amerikane dhe më u kthy te gazi nga të sjellja e gazit në Kosovë të ndërtimi i gazpërçuesit që janë linja të investimit amerikan perëndimor dhe jo rus. Pra, siç janë një pjesë e rajonit tonë të kyçur në rrjetën e në këtë rast të Rusisë, që është Serbia, Republika Srpska në Bosnjë e Hercegovinë e kështu me radhë. Prandaj për ne është e rëndësishme të shohim në disa projekte të rëndësishme strategjike për vendin tonë. Nuk ka pas projekt më të rëndësishëm pas shpalljes pavarësisë qoftë për sigurinë tonë, qoftë për ekonominë e vendit tonë, se sa pra ndërtimi i gazpërçuesit që ishte investim amerikan edhe rreth mbi $200 milion. Pra në një vend që e bën një investim të tillë në Republikën e Kosovës, për neve është edhe siguri. Sepse në fund ditës do ta mbrojmë edhe investimin e vet. Dhe në anën tjetër, pra ndërtimi kapaciteteve të reja, alternative të energjisë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sot shtetet në botë luftojnë, kanë angazhim të jashtëzakonshëm për të pas pavarësi energjetike. Është gjë më e rëndësishme. Dhe ne, për shembull, dallimin e parë kemi këtu.
Zoti Tajri, në rast se shumica e pikave, ose ato që ka prezentuar Bedri Hamza gjatë fushatës zgjedhore, në rast se ulni dhe bisedoni me lëvizjen vetëvendose dhe shumica e programit të PDK-s mund të implementohet, atëherë ku është e lashja? Nuk, besëm është e pandershme, dhe sot askush nuk mund të jap pa një debat të brendshëm në Partinë Demokratike nuk mund të jap këtë përgjigje. Sepse ne pozicionin tonë e kemi të qartë. Tash e para duhet me u negociu një projekt politik 4 vjeçar, në rast se do të vinim në pozicionin që parafrazove ti, që unë jam skeptik që nuk ndodh një gjë e tillë, dhe pastaj tulim të shohim se a mundemi me bë diçka të tillë ajo. Prandaj duhet një debat kohë gjatë thellë në Partinë Demokratike, në organet e Partisë Demokratike, për me po a mundet me mri në një situatë të tillë ajo. Askush sot në PDK nuk besoj që mundet me ta dhënë një përgjigje të tillë çu ka me vepru PDK-ja, në rast se le të themi LVV-ja ç'i thua ti, vendosja post në kryeministër. Ky është një debat që ndodh brenda PDK-s dhe pastaj shohim se si do të veprojnë. Po një mundësi tjetër, ndoshta zotë Tajiri, që ju të jeni në qeveri bashkë me parti tjera që kanë qenë në opozit, po flastu për LDK-n dhe AK-n, e keni thonë edhe pak më herët si PDK dhe parti tjera, zyrtarë të saj, që preferoni një koalicion qeverisës nga partit ish opozitarit që kanë qenë. Në rast se dështon lëvizja vetëvendosje, a mund të ketë Kosova një qeveri nga partit që kanë qenë në ish opozit? Cilat janë gjasat, çfarë po ndodh, ka pasur takime, s'ka pasur takime? Numrat i keni, sa numra keni? 52, 53. Ne jemi 52 deputet të opozitës në këtë rast. Adem Hoxha 53. Të partive që kanë qenë në opozitë deri 53, se me votën e Adem Hoxhës po llogaris që ka kaluar në parlamentar takës. Dhe po 53 dhe mendoj që në këtë rast edhe me komunitete tjera jo shumicën të rast nga komunitetet jo nga lista sërbska mirë po nga të tjerë, mendoj që arrim të numri 62-63 deputet, varësisht me mungesën një deputeti apo dy, dhe mendoj që numrat janë që ta votojmë Bedri Hamzën me një qeveri të përfaqësuar nga partitë politike dhe emra të tjerë të cilët jo domosdoshmërisht vijnë nga politika apo profesionistë që në sferën e ekonomisë, shëndetësisë, arsimit, e kështu me radhë. Por nuk jemi të kufizuar si parti politike, gjithçysh ata ministra me qenë politik, njerëz që janë bërë deputet apo njerëz të cilët kanë kaluar nëpër parti politike. Gjithsesi duhet jenë edhe ata. Mirë, po duhet kemi edhe njerëz të cilët në qoftë kanë punuar nëpër institucione të ndryshme financiare ndërkombëtare që nuk janë pak sot në Republikën e Kosovës në 10 vjeçarin e fundit, në këtë 10 vjeçarin e fundit, unë një spoku dhe emra të cilët janë personalitete të rëndësishme, qoftë në Fondin Monetar Ndërkombëtar, qoftë në Bankën Botërore, në selitë e tyre qendrore, apo në bankën, apo në EBRD, në vende tjera. Prandaj ne kemi sot njerëz, ne kemi sot kuadra të cilët janë ndërtuar dhe që punojnë në institucione të rëndësishme financiare ndërkombëtare. Dhe ne duhet të shohim, sepse ajo që ka nevojë më shumë te Kosova se është ekonomia. Ne duhet të shohim kush janë njerëz tonë, jashtë vendit, të cilët janë njerëz që mund të japin një kthes të madhe zhvillimit ekonomik në vendit tonë. Prandaj nuk duhet kufizohemi në ata njerëz, sa vota i ka marrë ky, sa vota i ka marrë ajo, është politikës, është politikaj. Mendoj që pikërisht qasja e Bedri Hamzës është ajo që pëlqen më shumë që duhet me pa për te subjektit politik dhe për te angazhimeve tona politike dhe me sjell njerëz të cilët munden me jap një kontribut të jashtëzakonisht të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit tonë, po edhe në fusha tjera. Dhe për të ndodhur kjo, zotë Tajiri, po besoj që duhet pasur takime mes kandidatëve ose liderëve të partive politike. Për shembull, ka pas takime, ka pasur se është konfirmuar. A jeni afër, a ka parafrim të qëndrimeve dhe në rastin momentin e parë, po them kushtimisht nëse partia që ka dalë fituese, a mund të jetë opozita, si më thonë, e gatshme ose më njëherë që të dalë me propozimet ta bindë presidenten se i ka 61 vota? Qa ka ndodhë me këto takime? Qa ka ndodhë me këto takime është shumë jo korrekte. Qa ka ndodhë me këto takime? Në kuptimin e asaj që ka parafrim të programit ose diçka tjetër, se qa ka ndodhë me këto takime? Po flas për dy çështje. E para, normalisht është jo korrekte për anës ta me folë sot qëndrimin e LDK-s në ato takime, apo takës, apo të nicmes. Mirë, po ajo që është e rëndësishme, është që gjitha këto takime që ka ndodhë me iniciative në Partisë Demokratike. Pra ka qenë iniciativat e Partisë Demokratike të Kosovës, ato të cilat i kanë mbledh njerëzit në një tavolinë, jo gjithë bashkë. Kuptohet, po takime të ndara, takime të ndryshme, dhe ku ne kemi shprehur pozicionin tonë në ndërtimin e institucioneve, në rast se partia parë, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje, nuk arrin me kriju shumicë
tre parlamentare dhe se si do të veprojmë. Pra, këto takime kanë ndodhur me kërkesën tonë, që është rëndësishme të thuhet, dhe unë besoj që këto takime duhet vazhdojnë të ndodhen, e sidomos motivin më të madh duhet ta kemi në rast se e shohim që edhe gjatë javës tashme do të dështoj në këtë rast partia e parë ta krijojë shumicën e parlamentare. Nuk mundet me pas një pakicë parlamentare kryetare në kuvend. Nuk mundet me pas. Pra, nuk mundet me pas sepse nuk ka votat, siç u dëshmuar sot në 2 votime. Shumica parlamentare është ajo që zgjedh kryetarin e kuvendit. Dhe ne duke ecë koha, duke i po pak veprimet e tyre, duke po pozicionin e tyre politike, dhe ne do të marrim pozicionin tonë politik karshi atyne që konsiderojmë që janë nevojat vendit tonë, në një themelimit të një agjende që i përmbush nevojat e vendit tonë dhe të qytetarëve tonë, dhe do të shohim tani tutje pra pas të hanës se si apo arrin me pas shumicë parlamentare zoti Kurti apo jo. Dhe mendoj që kjo është një motiv shtesë që ne takohemi edhe më shpesh, edhe më shumë, të parafrojmë qëndrimet, ta kemi një dokument politik në program që e specifikojmë qartë në 4 vite qeverise, cilat do të jenë veprimet tona vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë, vitin e katërt, a duhet kërkojmë vot për president. Ne nuk hym për me themilu qeverinë për 8 muaj, 10 muaj. Ne hym për 4 vjet. Ne do të tentojmë edhe presidentin me gjithë. Po nëse nuk bëhet, le të themi atë normalisht që veni është e përcaktuar me kushtetutë që nëse në 3 raunde dështon zgjedhja e presidentit, atëherë vendi shkon detyrimisht në zgjedhje, presidenti ja cakton datën më së voni është 40 ditë. 40 ditë, 45 ditë. Më së voni 30 ditë, më së largu 45 ditë. 45 ditë. Edhe kjo është periudhë ku vendi veç i drejtohet ative votime. A shihni se skenar, zoti Tahiri, pyetje goxha hipotetike kjo. A shihni se skenar këtë shtyrjet, këto ngërçet në kuvendin e Kosovës, si një skenar të partisë në pushtet, që të marrë sa më shumë kohë dhe, si më thonë, ka fundit dorëzohet, nuk i ka numrat dhe po lot të dytin ose tretin ta bëjë qeverin, duke ditur ndoshta se partitë që kanë qenë në ish opoziti kanë numrat dhe atëherë as ju nuk do të jeni në qeverisje 3, 4 ose 5 mujore. Për shkak se nuk janë numrat për presidentin. Unë nuk e di, mirë po ligjet i dhe mund tjetë. Prandaj ata mund ta kenë për qëllim thjesht zvarritin. Ndoshta edhe fakti që e propozojnë për kryetarët e kuvendit një figurë e cila nuk i bashkon njerëzit me vojnë ndonë, edhe është figurë shumë polarizuese, ndoshta edhe kjo është qëllimi. Nuk e kam të qartë. Pra, thash gjithmonë, sikur në këtë rast do të ishte një figurë e cila nuk ishte në nivelin e polarizimit çfarë është zona e fjalë, atëherë ndoshta edhe dikush prej deputetëve do të kishte reflektuar. Jam i sigurt që nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike askush, mirë po nga të tjerët do të mund të reflektonte që t'i japte votën. Zoti Tahiri, të mbrëmten herë kur keni qenë në këtë studio, ka qenë tepër ftoftin i ankuar spaku publikisht, por sot është pak më nxehtë, jo se kemi lëshu diçka me energji, po është nxehtë koha. Por ka ndryshuar diçka tjetër, 16.1% është rritur energjia elektrike. Është e frekshme. Ka pasur një protestë sot. Çfarë do të bën PDK në rast se është pushtet? Fillimisht me bordin e zëres dhe më pas me këto çmimet energjisë elektrike të cilat janë rritur për 3 ose 4 herë. Përbes është e frekshme niveli i guximit me ardhmë me shtrejtu energjinë elektrike deri në këtë mos, në kohë ku tashmë po bëhet një çmim i papërballueshëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, po e rëndon jashtëzakonisht shumë jetën e secilit qytetar në vendin tonë. Pra, mund të them lirisht që nga ardha e kryeministit Kurti deri sot energjia elektrike është rritur për 126% apo 127% për dallim prej viteve të kaluara apo qeverive të kaluara deri në vitin 2020, deri në vitin 2021, sepse në 2022 e këtej është rritur energjia elektrike. Prandaj është e pashpjegueshme, sepse po ta them, nuk është rritur çmimi i megavatit të prodhuar në korporatën energjetike të Kosovës. Pra, çmimi i megavatit vazhdon të jetë i njëjtë, se sikur ta kishte shtrejtuar prodhuesi, atë nuk mundesh me fajsu. Po çmimi që është keku është i njëjtë. Në anën tjetër, këto po flasim për ata që shpenzojnë mbi 800 kW. Dhe e keni po manipulimin e shpenzimeve nga ministra e energjisë në këtë rast,
ku thotë që janë dikun nëse s'gaboj vetëm 1/3 konsumatorëve që preken nga rritja e çmimit të energjisë elektrike që shpenzoi 1800 kW. Dhe imagjino sot në Republikën tonë, nëse se mund t'i referoni edhe raportit të regjistrimit të popullsisë dhe të pronave të vitit të kaluar në Kosovë, dikun në Kosovë janë 31.000 shtëpi, 31% në shtëpive apo 33% në shtëpive janë të pabanueshme. Janë shtëpi që kanë njësor të energjisë elektrike, sepse i takojnë kryesisht diasporës tonë dhe kanë njësor të energjisë elektrike, mirë po janë shtëpi të pabanueshme. Tash edhe 1/3 e këtyre shtëpive në Kosovë, këta e marrin e bojnë pjesë të kësaj statistike. Pra na jemi të vetëdijshëm që nëse një apartament është 80 metra katror, ka 2 dhoma gjumi dhe një dhomë dite me një kuzhinë, atë nuk ka shans teorike që ti mujt e dimrit me harxhuar 800 kW. Shans teorike nuk ka. Shpenzim për me pas një ambient të ngrohtë, pra me temperaturë 23-24 gradë, të përdoret kuzhina për përgatitjen e ushqimeve tona, pastaj ujë nxehtë e këto tjerat ku janë me radhë, pra nuk ka mundësi me kon në 800 kW. Shans teorike nuk ka. Secila familje e kalon 800. Absolutisht. Pra sot në muajt e dimrit, pra vetëm një banesë që është si kalon 55 metra katror, domethënë edhe ato mos me ngrit temperaturën mbi 22 gradë, ndoshta mundet me nejt në 800 kW. Nuk ka mundësi se shpenzimet janë të tilla. Edhe prandaj po them që ne veprimet e para që do të bëjmë padyshim që do ta shkarkojmë bordin e zërrjes, o kriminal. Mendoj që ata njerëz do të mund ndjek edhe penalisht, o një bord kriminal, i cili po e rëndon jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne do t'i shkarkojmë dhe do ta emërojmë një bord për profesionistëve, jo njerëz të cilët kanë ardhur nga partitë politike. Në një bord të profesionistëve të cilët do ta trajtojnë me profesionalizëm të plot. Ne kemi prezantuar disa shifra që i kemi nxjerrë nga institucionet, që ne kanë dhënë sinjalizuesit nëpër institucionet e Republikës së Kosovës. Pra Republika e Kosovës dikon 89% të shpenzimeve të saja gjatë tërë vitit i mbulon nga prodhimi i saj, nga korporata energjetike tjera e Kosovës dhe nga prodhues tjerë, në këtë rast qofshin ato solare, qofshin ato të BRE-ve e kështu me radhë. Prandaj me i mbulu 80%, afër 90% nevojat e shpenzimit të energjisë elektrike me prodhimin vendas, me i shpenzu mbi 150 milion euro ose 200 milion euro, se nuk e dim sakt si kanë klasifiku sekret. Nuk e dim, mirë, po kur të vjen qeveria e duhet me i deklasifiku ato kontrolla dhe ata njerëz duhet me i njek penalisht. Pra, me i shpenzu mbi 150 milion euro subvencione, parat të taksat të qytetarëve të Republikës së Kosovës nga buxheti i Kosovës. Me na shtrejtu 126% energjinë elektrike me para që e pagojmë nga xhepi jon, po janë të papërballueshme. O kriminalitet, unë e kam thonë vazhdimsi. Ky kriminalitet me në fushën energjetike në Kosovë ja sheh hojrin veç një rrjet kriminal që është mafia energjetike me bazë në Bosnjë e Hercegovinë. Që ata janë tregtarët më të mëdhenj të energjisë elektrike, është një rrjet mafioz, të cilën e kanë pas zbuluar edhe vetë sa janë në opozitë, po në fakt ishin të lidhur me ta, sepse përfaqësuesi i tyre është vetë ambasadori që këta kanë emëruar në Kroaci, zoti Martin Berishaj. Pra këta janë pjesë e një skeme kriminale, ku janë pjesë e sajna që bazën e ka në Republika Srpska në Bosnjë e Hercegovinë. Pra bazën e kanë ato. Prandaj ata janë përfitues më të mëdhenj të kësaj rritje të energjisë elektrike, sepse ata i shesin energji elektrike e Kosovës. Domën që kanë bërë lëvizja vetëvendosje për 4 vite në Kosovë është mos themi pariparueshëm, po ka me u dashur kohë në fushën e energjisë më u përmirësu. Veç më lejo shkurt me thonë. Me nal ndërtimin e gaz përqhuesit. Domethënë që do të ishte një alternativë jashtëzakonisht e rëndësishme. Një investim amerikan, ku ti po merr grant, as kredia, me nal këtë projekt. Domethënë është një dëm shumë i madh që prap çaj klani mafioz në Republika Srpska përfiton, sepse ata i shesin rrymën Kosovës më së shumti. Domethënë kompanitë e tyre, me bazë gjithka, me bazë në Sloveni, me bazë në Sarajeve, me bazë në vendet ndryshme në Serbi, që ata i shesin. Për këtyne ka blen energji elektrike. Edhe me bloku projektin e dyta, me bloku projektin e kontru global, ku në vitin 2026 do të ishte ka përfundimi. Republika e Kosovës do të pagunte megavatin energjisë elektrike 80 euro. Jo 200, 250, 300 e deri 600 që shka shku për shembull në periudhën e dimrit. Pra me i bloku këto dy projekte energjetike, strategjike, më të rëndësishme
ma të rëndësishmet që prej shpallës së pavarësisë, mendoj që përfitues më të madh janë veç ky klani mafiaz që është me bazë në Republika Srpska në Bosnjë Hercegovinë, pra që kryesisht janë serb, të cilët e udhëheqin këtë dhe neve përmes qeverisë në fjalë dhe ambasadorit fjalë na kanë bë, si më thonë, janë duke na shfrytzuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Kombëlar Tahiri, të falenderit shumë për kohë, kënaqësi me të pas studio. Faleminderit shumë.